Rreshtet intenzive të shiut që kapluan para ditën e sotme Kërçovën kanë shkaktuar pengesa në qarkullim të trafikut në disa rrugë të qytetit, e sidomos në rrugën Uzhiçka, ku në një pjesë të rrugës grumbullohet ujë dhe vështirëson lëvizjen e automjeteve, siç shihet edhe në pamjet e xhiruara nga ekipi i televizionit Tuskana.